Ju ngjatjeta me kudo që jeni. Marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ta dini, nuk janë thjesht një partneritet politik midis dy vendeve. Nuk janë as vetëm aleancë ushtarake. Nuk është as vetëm një marrëveshje mbi naftën midis SBA-s dhe Saudisë. Por, me sa shihet, është nyja e padukshme që po mban lidhur dhe që pas kesh mbajtur lidhur sistemin botror. E them këtë, sepse kjo është një marrëdhënie që vendos kush kontrollon energjinë globale, kush e kontrollon sigurinë e lindjes së mesme, rajon i cili është interes strategjik dhe afatgjat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe më kryesorja tregon se kush e kontrollon vetë të ardhmen e botës. Por, shtrohet pyetja, apo shembet kjo aleancë midis këtyre dy vendeve para syve tanë, apo largohet Arabia Saudite nga preheri i Amerikës dhe do të gjej prehje në ndonjë preher tjetër, apo kemi një fazë shumë më të rrezikshme se kaq, një botë ku aleancat jo vetëm që po prishen, por edhe po tradhtohen në heshtje diku prapa skenave dhe perdeve ku llogariten mirë e pastaj rivendosen themelet e marrëdhënieve të reja. E them këtë, sepse ajo që po ndodh në Gjirin Persik me vendet arabe të Gjirit nuk është vetëm një ndryshim diplomatik midis atyre vendeve dhe fuqive të botës, por është fillimi i një termeti gjeopolitik që mund të ndryshoj çmimin e bukës në Evropë, stabilitetin e monedhave globale, sidomos të dollarit, të petrodollarit dhe madje mund të prish edhe balancën e fuqisë midis lindjes dhe perëndimit. Jemi në një kohë tepër delikate. Pyetjet vazhdojnë. Nëse Arabia Saudite ndryshon krahun, a ndryshon e gjithë loja globale? Nëse nafta nuk kontrollohet më nga aleanca me SBA-n, atëherë dollari a do të hynë në një krizë historike, dhe kjo më nuk është vetëm politik, por është një luftë për kontrollin e sistemit botror, pa u shpallur luftë midis vendeve. Ajo që është më se e sigurt, që ishte deri më tani luftë për naftën dhe petrodollarin, sot po shndrohet në një fuqi për mbijetesë, sidomos mbijetesë të vendeve arabe të Gjirit. Dhe pyetja më e frikshme që do ta shtroja këtu është me sa vjen, nëse SBA humbet Gjirin arabik dhe i dalin prej dore vendet arabe të Gjirit, a e humb edhe fuqin dhe rolin si një superfuqi globale. Në këtë video sot pra, do të mundohem të bëj një analizë dhe të qartësoj disa gjëra që me sa i shoh une mbesin ende të mjegulluara, sa nga pamundësia që të arrihet në thelbin e tyre, aq edhe për shkak të mjegullnajave të cilat i krijojnë dhe i përhapin gjithandej në botë, mbas edhe tek ne grupe interesash të thella që ndërlidhen me vendet arabe të Gjirit dhe me lindjen e mesme në përgjithësi. Pra, marrëdhënia midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe nëse nuk prishen, ato do të transformohen në diçka shumë më të paparashikueshme se çka mund ta
shqyrtojnë, e trajtojnë, e konfirmojnë edhe analistët më të njohur të botës. Nuk jemi më në një botë ku aleancat janë të përhershme. Jemi duke jetuar në një kohë ku interesat midis vendeve po ndryshojnë brenda natës, ku partneritetet dhe partneret bëhen rival ndaj njëri tjetrit pa paralajmërime dhe fuqia nuk matet më me armë, por me kontroll mbi energjinë, mbi rrugët detare, mbi financat dhe rrjedhat e përgjithshme globale. Nëse kjo aleancë midis SBA-s dhe Arabisë Saudite e vendeve të gjirit nëse dobësohet realisht, atëherë nuk është vetëm lindja e mesme që hyn në krizë, por është i gjithë globi që futet në një pasiguri globale. Dhe mbajeni mend, miq të respektuar, jo që i përcjellni videot e mia në mënyrë të rregullt. Kush kontrollon gjirin arabik, gjirin persik sot, kontrollon botën. Por në momentin që gjiri del jashtë kontrollit, atë më nuk e kontrollon askush. Mbetet në fatin dhe dinamikat e historisë që po i imponohen njerëzimit kohëve të fundit. Në këta minuta sa i kam këto në dispozicion, do të mundohem të bëj një analizë të zgjeruar në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe SBA-ve, si dhe midis vendeve arabe të gjirit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe, pastaj Katari, pastaj Kuvajti, pastaj Bahreini, pastaj Omani dhe natyrisht Arabia Saudite. Kjo analizë sot këto mbështetet dhe është produkt i leximit të një literature ndër më të njohurat ndërkombëtare. I përmendim me emra që ti mbani mend dhe paraprakisht ju them, me që videot e mia, ligjëratat e mia këto nuk kanë karakter vetëm sa për të dalë të flas para ju, por para së gjithash të jeni të sigurt se kanë karakter arsimor dhe informues. Unë në këtë video do të përmendi burimet kryesore, hapësirat kryesore, dhe revistat kryesore, mbase edhe disa nga studimet e raportet kryesore, të cilat po i përcjellet edhe jo. Sa unë së paku do të keni një pasqyrë shumë më të qartë, shumë më të parafort dhe shumë më objektive në lidhje me atë që po ndodh në lindjen e mesme dhe në temën të cilën do të trajtoj. Do të shihni se sa shumë shtrembërohen faktet, lajmet, opinionet në lidhje me atë se çfarë ndodh e përsëris në lindjen e mesme. Burimet kryesore që duhet t'i shikoni, e nuk është sekret të përmendi këto, por është nder për mua që të ndaj dhe t'i ndaj këto informacione, që të ketë sa më shumë njerëz ndër shqiptarët që i përcjellin këto burime dhe krijojnë pasqyren dhe mozaikun e vërtet në lidhje me atë që ndodh në lindjen e mesme. Sepse ngjarjet atje nuk lindin e as nuk zhvillohen ad hoc, por janë përgatitje të kahmoqme e sot përgatiten për staza dhe periudha të gjata të kohës. Andaj nuk përtova të them në hyrje të kësaj video se raportet e tanishme midis Arabisë Saudite, vendeve të gjirit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës preken një interesat strategjike të SBA-ve si dhe konfigurojnë
të ardhmen diplomatike dhe strategjike të SBA-ve në staza të gjata. Pra, një ndër burimet kryesore është Brookings. Miq, se çfarë është Brookings, do ta shpjegoj në 2-3 fjali më poshtë. Pastaj është CFR ose CFR, pastaj është MEI ose MEI, pastaj janë disa studime akademike të ekspertëve të ndryshëm, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në përgjithësi në botën perëndimore, duke botuar në për këto burime, në për këto platforma, edhe ekspert, ish president, ministra, ish ushtarak, general, diplomat, ambasador, ish ambasador të vendeve arabe, të vendeve muslimane në përgjithësi, e pse jo edhe të vendeve të cilat kanë interesa të ngushta, vitale në lindjen e mesme. Pra, këto që i përmenda, Brookings, CFR-ja, MEI-ja, janë ndër institucionet, apo institutet më të rëndësishme në botë për analiza serioze të politikave ndërkombëtare. Me një gjuhë të përbashkët quhen think tanks, pra qendra kërkimore që prodhojnë analiza strategjike për qeveri, për diplomat, për akademik dhe për media të njohura kredibile, të cilat i paguajnë dhe i vlerësojnë shumë lart studimet të cilat dalin nga këto institute. Nëse nuk e kam tepruar, që e kam përmendur disa herë, dua ta përmendi edhe një herë. Për fat të keq, qeveria Haradinaj, as qeveria Haradinaj, as qeveria e Albin Kurtit, e para, e dyta, e treta, prese që është në pushtet, nuk e pranuan idenë time, e refuzuan në heshtje që shteti i Kosovës të krijon një institut kërkimor, shkencor, strategjik, i cili institut do të përgatitte tema, analiza, do të thellohej në ato të cilat nuk gjinden let në për mediume, dhe si analiza të përpunuara të qiteshin mbi tavolin kryeministrit të Kosovës, dhe bazuar edhe në ato studime që bëhen, jo vetëm nga njerëzit që punojnë aty me pagë në institut, por në bashkëpunim edhe me ekspertë të njohur të botës, ti kishte hedhur mbi tavolin ato studime për të shërbyer politikave të Kosovës në kohë afat mesme dhe afat gjata, se çfarë ndodh në botë dhe çfarë do të bëjë qeveria e Kosovës, por edhe ajo në Shqipëri atje, si parapërgatitje për dinamikat e reja që e ngulfatin botën ditë e më shumë. Çuditem unë, si është e mundur që Kosova, Albin Kurti, e më parë edhe Haradinaj, të mos e pranojnë një propozim të këtil, të mos e pranojnë dhe implementojnë një ide të këtil. Kush janë ata njerëz brenda qeveris aty, që i përcjellin ngjarjet në botë, ku shkruhen ato, ku lexohen ato, apo mos thash zoti, edhe kryeministri tanishëm i Kosovës, sikur edhe më para, e bëjnë punën e tyre në raport me botën, shkojnë sipas sistemit që shprehet me zhargonin kosovar, ka të fryn era. Shpresoj që në të ardhmen, duke marrë për model shtetet të avancuara, shtetet të cilat punojnë me mendje, me trumë, dhe përgatitin strategji të tyre për interesat e tyre nacionale, kombëtare, shtetënore, popullore, që në të ardhmen qeveritë e Kosovës të krijojnë një institut të tillë, jo për mua, në asnjë mënyrë, por që të zgjedhin nga shqiptarët njerëz të cilët i përcjellin dhe i njohin këto dinamika, që të shkruhen raporte, studime, që të botohen në periodik. E pamundën është se si Kosova, edhe pas 20 vjet pavarësi,
ende nuk e ka institutin kërkimor shkencor për studime strategjike, politike, diplomatike, ekonomike dhe të ngjashme. Inshallah, në i dit e bohet. Tash, për me ditë se përse ka qenë kërkesa ime e til, insistimi im, përmendja që e kam bërë më shumë se njëherë në për këto video, për ta alarmuar të quaj nevojen e krijimit të një institutit të tillë, më lejoni ti përshkruaj me pak fjalë 3 institutet kryesore të cilat sapo i përmenda larg. Brookings Institution. Instituti e Brookings është një nga think tanket më prestigjioz në botë, me qendër në Washington DC, për cileni jo që dëshironi të dini edhe ku bazohem unë në studimet dhe ligjerimet e tilla që i bëj në këtë mënyrë para juve, por edhe ku bazohen analistët kryesor, strategët, ushtarakët, politikanët, diplomatët, kryeministrat e shteteve, presidentët e shteteve në raport me temat të cilat u interesojnë dhe i gjejnë në studimet dhe botimet e Brookings Institution. Pra, Brookings Institution është me qendër në Washington DC, fokusohet kryesisht në ekonomi globale, në politikë të jashtme, në siguri. Nëse një kryeministër joni, janë i ministër joni i ekonomisja, nuk i përcjell qëto, që janë bazamenti, janë Bibla e marrëdhënieve ndërkombëtare, Bibla e politikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kohë, unë them si, ose gjeni vlla e vlia, si po i din sendet. Nejse, një ndër studiuesit më të fortë, për të cilit kam lexuar, mos them më shumë se 50 analiza e studime shumë të thella, është Gregory Gauss, që më së shumti analizon marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me gjirin arabik, mbase edhe me Iranin. I dyti miq, Council of Foreign Relations, CFR, CFR, është një ndër institutet më me ndikim në politikën e jashtme amerikane. Qendrat i kanë në New York dhe Washington, boton e revistën prestigjioze Foreign Affairs, të cilën u apata të regu këto në një video dhe ju pa të thonë se për më shumë se 2 dekada kam qenë dhe jam ende parapagus i Foreign Affairs. Nëse do me ditë se çfarë bën Amerika në raport me jashtë, e për të pa pastaj karikaturën, jo gjithmonë dhe jo gjithkund, po karikaturën që e gjejmë dhe gjenin në për portalet tona, në për pseudo-analist tanë, të cilët vetëm për ndonjë klikim, apo për ndonjë interes tjetër, ta çmonton opinionin shqiptar në lidhje me një ngjarje shumë të rëndësishme që ndodh ta zëm në Iran, apo kudo qoftë në lindjen e mesme e kudo qoftë në botë. Antarët e kësaj CFR-jes, udhëheqësia e bordit aty, janë diplomat, ish president, strateg global, janë ushtarak, general dhe të ndryshëm. CFR-ja shpesh formason debatet strategjike. Në të çka thashun e pak përpara për Albin Kurtin e Ramosh Haradinaj, se pse e kanë refuzue kërkesën time, nga paaftësia e tyre për të kuptuar rëndësinë e një propozimi dhe realizimit të tillë, apo ka diçka tjetër për shkak të cilit nuk e bëjnë, ndërsa unë ju garantoj se një institut i tillë nuk kushton më shumë se as 10% të harxhimeve që i bëjnë për darka e pije politikanët dhe klasa politike qeveritare e Kosovës. CFR-ja shpesh
formëson debatet pra strategjike të SHBA-s në raport me lindjen e mesme që në praktik është një laborator i ideve për politikën e jashtme amerikane. Cili është laboratori i ideve për politikën e jashtme të Kosovës apo të Shqipërisë? Nëse unë jam gabim dhe jam i pa informuar, sepse është normal mos me mujt me arritën të gjitha me i pa, më përmirësoni të lutem, ju lutem në komentet tuaja. Një institut tjetër është Middle East Institute, MEI, që është i specializuar kryesisht për lindjen e mesme. Qendrën e ka në Washington DC, fokusohet në politika, në siguri, në ekonomin e rajonit, ofron analiza shumë konkrete për Gjirin, për Iranin, për Arabin Saudite, shumë analiza aktuale mbi marrëdhëniet midis SHBA-s dhe Gjirit vijnë sidomos nga MEI-ja dhe, mos të them, i imponohen administratave amerikane, idet e ekspertve që shkruajnë në ato. Karakteristika kryesore e qësaj Middle East Institute është se është tepër praktik, më praktik se dy të parat dhe më i fokusuar në teren dhe zhvillime aktuale. Revistën të cilën e boton është kjo, një numër i saj, atë shumë e kam përcjell, atë shumë e dua dhe atë shumë më bëm për shtypje analizimi i gjërave që botohen këto, sa kur e pata bë institutin tim Avicena, revistën periodikun e Avicenës e pata bë në format të revistës të cilën e kam në dorë. Middle East Policy është substrati që së bashku me këtë revist periodik, të cilën e përcjeli për vite të tëra, dhe për të cilën po flas dhe fola pak më parë, si CFR, Council for Foreign Relations, studim periodik në të cilën dalin analizat dhe prerogativat, orientimet e politikave globale drejt lindjes së mesme dhe ajo që buron atje. Fjala është për periodikun e dytë International Journal of Middle East Studies. Nejse, miq. Nëse nuk kupton se çfarë ndodh sot në botë, nëse nuk kupton sakt, dije se paraprakisht je njëri prej atyre që nuk i përcjell të revista, nuk i njeh këto gjana, por bazohesh në lajmet që dalin në për portalet dhe mediat tona. Mos të them tani karikatur, nëshe respekti për to, dhe bazohesh në disa analist e pseudo-analist, që bëjnë analiza, ka të mirë, mos t'i përmenim me emna këto janë 1, 2, 3 në Shqipëri, por që dalin e dëgjojnë një video dhe shesin mend aty pastaj se qfar pëndodh atje. Duke kërkuar nga unë, dhe duke kërkuar nga ata 2 a 3 që janë në Shqipëri, shumë të fort, dhe që e orientojnë, bile e paraqesin në mënyrë objektive realitetin e botës, që të tjerët pseudo-analist, që i kanë helmuar edhe mendjet e shqiptarve, nga unë kërkojnë që të jam objektiv. Pse? Sepse po flas për Iranin sikur me qenë iranian, po flas për Arabin Saudite sikur me qenë i Arabi Saudite, kur është ngjarja në Arabin Saudite, po flas për Turqinë sikur me qenë turk, apo me qenë erdofil, apo anadolofil, apo shqiptarofob, po flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si me qenë një antimusliman, sepse po e përshkruaj me fjalë miradije Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e që e bëj aty ku dohet, po flas për Evropën, për këtë Evropën shtrig të këtyne të cilët janë miop,
dhe shohin në përmes një lupe të ngusht sa bira e gjilpërës. Duke i bërë me dije të gjithë këta, se unë jam student, studius i Ebu Hamid el-Ghazaliut. Veprën të Hafatul Falasife është vepër të cilën unë e kam lexuar si kur një poezi, shumë herë, dhe e kam analizuar dhe janë të njohura botimet e mia që i kam bë në analizimin e të Hafatul Falasife të Ebu Hamid el-Ghazalit dhe e të Hafut të Ibn Rushdit, si një përgjigje ndaj inkoherencave filozofike të cilat i paraqet Ghazali në veprën e tij, e në të cilën Ghazali i shtron aty inkoherencat e filozofëve të cilat i trajton aty. Sidomos peripatetikët, Aristotelin, Platonin dhe mendimtar e filozof tjerë të Greqisë antike. Ghazaliu thot, nuk kam shkruar asnjëherë për hadithin pa e mësuar shkencën e hadithit njëjtë sikur një muhaddith. Dhe pastaj, pasi e kam mësu, i kam nxjerr nga aty edhe gabimet të cilat i bëjnë muhaddithinët. Nuk kam folur për filozofin, asnjëherë, pa e lexuar mirë filozofin, si kur të isha një filozof, dhe më pastaj i kam nxjerr gabimet të cilat unë i kam detektuar tek filozofët. Dhe ai i nxjerr 17 prej tyre, jo krejt filozofin që thonë Ghazaliu e ka dërmu filozofin, ajo është prall e atyre që nuk i njohin rrethanat filozofike të islamit, por Ghazaliu pasi e shqyrton filozofin në tërësi, e lexon Pitagorën e Protagorën e Konfinionin e pastaj Aristotelin e Platonin e Sokratin e shumë të tjerë para tyre e pas tyre, vjen në përfundim se filozofët në raport me islamin i bëjnë 17 gabime, 20 gabime. 17 prej tyre i quan bid'a dhe 3 prej tyre i quan kufër. Si kufër i quan 3 pika. Një, ilmullahi bil gjuz'ijat, kur flasin filozofët se a i një zoti partikularët, apo e njeh botën si kur që thot deizmi, i vendos ligjet aty dhe nuk mirët ma me te, i pret vetëm në ditën e gjykimit. Tema e dytë në të cilën bojnë kufër dietarët, sipas filozofët, sipas Ghazaliut, është qidemul alem, se bota është e krijuar apo eterniteti i saj. Pa fillimshmëria e saj është e njëjtë si kur pa fillimshmëria e Zotit, nëse jo në materje, në iden e Zotit ka qenë kjo botë, andaj zguxoj me thonë se është krijuar sepse krijimi shkakton ndryshime në qenjen e Zotit, dhe e treta është qidemul alem është e para, përjetësia e tokës, ilmullahi bil gjuz'ijat, edhe e treta është hashrul etsad. Në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, të ringjalljes, njerëzit a ringjallen edhe me trupa apo vetëm me shpirt. Nëse ringjallen me trupa, një trup që ka vdek para 300 vjetet azam është kalb, është shndruen në dhej, aty pastaj ka hangë ka bi pasuli, kompiri, kalamoqi, ka hangër një njëri tjetër, qenja e saj ka kalu të une, si ndahën këto në ditën e kiametit, kur krejt njerëzimi është hashër neshër. Në secilin gjenerat ka diçka nga gjenerata e kaluar edhe ato në aspektin fizik, jo vetëm si trashëgimi genetike. Pra, meq, kur them jam student, studius i Ghazaliut, bazuar në atë që e ka bo Ghazali. Ka fol aq në mënyrë objektive për filozofin, sa i kanë thënë filozof. Për hadithin, si kur të ishte muhaddith. Për tefsirin, si kur të ishte mufessir. Për fikhun, si kur të ishte faqih. Ka fol për logjikën, veprat e Ghazaliut në logjik, të cilat i kam 3 prej tyne, 3 janë ato kryesorët,
Mihek Nadar të tjera, edhe 2 të tjera, flet, do më thënë, e shpjegon logjikën klasike të Aristotelit duke filluar prej nocioneve, pastaj gjykimeve, pastaj konkludimeve, pastaj syllogjizmave, pastaj definicioni, pastaj divizionin, pastaj figurat e syllogjizmave, pastaj del këndejt, cilat janë 5 artet në logjik, e që është kategorika, e pastaj është retorika, pastaj është poetika, pastaj është analitika priora dhe analitika posteriora. Analitika posteriora pra është gjykimi me premisa të sakta deri në vërtetësin absolute. Dhe kjo formë përdoret në argumentimet e prera, jo vetëm në ekzistencën e Zotit, por në përgjithësi. Tema ime e magjistraturës është në kupollën e logjikës të kjo analitika posteriora, apo ta quaj në gjuhën arabe el burhan, argumentimi me premisa decide të cilat nuk e pranojnë dyshimin e as lëkundshmërinë, që dënë të thëtë janë clara and distinctia, edhe të qarta, por nuk janë as të mangëta dhe as të tepruara ato premisa në atje, se dola prej temës. Deshta me thonë, miq, mënyra më e mirë, më shkencore, më objektive, edhe para Allahut, edhe para njerëzve, është mënyra e shpjegimit të temave, si kur të ishe pjesa asoj teme, si kur të ishe pjesa asoj grupe. Jo nga lupa shqiptare e Ballkanit të shikohet Australia, të shikohet Spanja, të shikohet Irani, Argentina, Kili, Afrika, jo o burr. Kur e shpjegon Afrikën, shpjegoje nga trungu i Afrikës, me brumin e Afrikës, me terminologjinë e Afrikës, jo me terminologjinë e sharkijave tona. Dhe kur është puna e një rapsodie, mos e shpjego me terminologjinë afrikane, po shpjegoje me terminologjinë e rapsodisë shqiptare dhe me telat shqiptare. Nejse, miq, që kjo Middle East Institute, me botimet e veta, me revistat e veta, ka bë punë të madhe. Unë i kam të shkruar këto, nëse interesohet dikush, e vrej se është vërtet interesuar, në koment në këtë video, let të më kërkoj edhe artikujt kryesor, me referenca poshtë në lidhje me raportet amerikano-saudite dhe në lidhje me raportet amerikano-vende arabe të gjirit. Këto nuk po e vazhdoj me gjithë që i kam pas të shkruara, sepse shkoj koha, mu dasht me u largu e tjera ka për të institutin, nevoja krimit të një institutin e Kosovë këto, dhe mu dasht ju arsujetim, po shpjegim pse një njeri, si unë, Mustaf Bajrami, kur flet për Iranin, kë pro-iranian, kur flet për Amerikën, kë pro-amerikan, kur flet për Afrikën, kë zëzaki Afrikës, kur flet për Turqien, kë është pro-turk, kur flet për Ballkanin, kë është ndoshta pro-kroat edhe nuk po flet për shqiptarët. Dhe çka është çmenduria më e madhe, si të fol dikush, një njeri i cili pretendon me krenari se një problematik ndërkombëtare, dhe aty përmenden Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Amerika na ka shliru. Domethënë ti të fol për Japoninë, në problem atje të Sonita, Mitsubishi-ta, Toyota-sa, qysh ti pelivdon Japoninë, Amerika na ka shliru, Japonia jo. Kështu. Bazuar në leximin e qëtyne studimeve, miq, po e përfundoj që periudhë të kësaj. Bazuar në leximin e qëtyre analizave, të cilat i përmenda si burime se ku fokusohet më së shumti Mustaf Bajrami përveç të tjerave, përveç revistave të ju kam thënën, i kam dishka afër 100 periodik, jo në numër, po me dhjetra, me qindra numër ata, i kam bi 100, afër 100 periodik
të njohur në botë, në gjuhën arabe, në gjuhën turke, në gjuhën ruse, në gjuhën serbe, kroate, shqip, për fat të keq, asë një se kemi. I vetmi I këti lloji ka qenë instituti im dhe revista ime të cilën e patabo. Më lejoni të lexoj vetëm moton, logon e kësaj reviste, që e ka pas këtu. Filozofia islame është rruga kryesore ku kaloi Aristoteli për t'i arritur Evropës perëndimore. Në nënvizojeni të lutem dhe mbajeni mend, mësojeni përmend që ta, nuk është shumë për juve. Po e nisi, filozofia islame është rruga kryesore ku kaloi Aristoteli për t'i arritur Evropës perëndimore. Avicena, Ibn Sina dhe Averroesi, Ibn Rushdi janë dy prolegomenet më të mëdhej të islamit mesjetar që I paraprin këtij rrugtimi të filozofisë greke. Ne, evropianët, ndjejmë për borxh të falenderojmë këta dy kolos të islamit. Dialogun ndërqytetërimor I filluar shekuj më parë mund të vazhdoj edhe më tutje. Shqiptarët do të kyçen në te. Kjo është logoja e kësaj reviste periodiko Avicena, revistë shkencore filozofike, filozofi, religion, logjik, sociologji, psikologji, mistik, linguistik, letërsi, histori dhe 5 arte që I përmena të logjika e që une e kam bo masterin në njërin prej tyre analitika posteriora. Bazuar në analizat e këtyre revistave dhe instituteve që I përmenda, dhe jo vetëm, para meje mdel një konsensus shumë I rëndësishëm. Me sa vjen. 1. Marrëdhënia historike midis Arabisë Saudite, vendeve arabe dhe shëbave është ndërtuar mbi formulën naft për siguri, paguj të ruj. 2. Sot kjo marrëdhënie midis këtyre dy poleve po kalon në një fazë të re, më pak ideologjike, më shumë transaksionale. Më pak ideologjike kam shpjegu pak përpara, roli I vehabizmit, I ISIS-it, I ISAN për cilën u patën kriju dhe promovu në botën islame ka mbarue dhe tash ma nuk ka ideologjizma, por ka një frym tjetër që është ma shumë transaksionale, varsisht pej interesave që rregullon. E treta, miq, 4 copa janë, 4 pika I kom identifikue. E treta, Arabia Saudite nuk po dëshiron më varsi nga fuqia e vetme. Është të livrit tjera ka dhe e katërta SBA po humb monopolin strategjik në gjirin persik dhe po dalin gjëra të reja. Pi shpjegoj pra qëto tema, mos thon po hin tem, se në tem kam qenë deri tani, por në pika të shkurta. Të nderuar dhe shumë të respektuar. Temën e sotme do ta kuptojnë edhe më mirë ata të cilët e kanë përcjell atë videon që e pata bërë prejardhja e familjes El Saud, nëse ju kujtohet. Nëse nuk e keni pa, shikoni edhe atje. Është para një 7-8 muajve mdokët ajo temë, ajo video, shikojeni atë se ju ndihmon në kuptimin e kësaj, bile ju ndihmojnë të gjitha videot dhe ju bëj thirrje që ti përcjellni, që ti dëgjoni, që të mbani shënime, që të bëni subscribe kanalin tim. Jo me një subscribe dhe me një shpërndarje nuk hupni asgjë, përkundrazi edhe ju fitoni, ndërsa unë me kanalin fitim fitoj shumë ma shumë, sepse kam arsye që të fokusohem edhe më shumë në mënyrë të vazhdueshme, një herë në ditë po se po ndoshta edhe 2 herë në ditë, edhe 3 herë në ditë, që ti prej videot, që ti bëj ma të përshtatshme me I dëgjuar jo këto videot e gjata, pra I ndihmoni kapaciteteve të mia, sepse në ju shoh unë pasqyrën e suksesit tim, e që deri tani, elhamdulillah, mirë ka shku puna, jam I kënaqur me interesimin tuaj, me komentet e tuaja, por kërkoj nga jo që ta intensifikoni, ta rritni dozën e shpërndarjeve dhe të subscribe-eve. Miq,
Marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkruan e dikon, përfaqësojnë një nga aleancat më paradoksale dhe më të qëndrueshme në historinë moderne të politikës ndërkombëtare. Përsëris, marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përfaqësojnë një nga aleancat më paradoksale dhe më të qëndrueshme në historinë moderne të politikave ndërkombëtare. Kjo marrëdhënie midis këtyre dy poleve e ndërtuar mbi një shkëmbim themelor, siguri për naftë, ka evoluar me një arkitektur shumë dimensionale, jo vetëm naftë e siguri, që përfshin, përveç sigurisë, përfshin ekonominë globale, politikën energjetike globale, stabilitetin rajonal dhe reflektimin e këtij stabiliteti rajonal në marrëdhënien ndërkombëtare, në politikën ndërkombëtare, në sistemin ndërkombëtar. Sigurisht e dini dallimin midis politikave ndërkombëtare, rani ndërkombëtar, siguria ndërkombëtare, sistemi ndërkombëtar, ka dallime. Këshirni në internet ata të cilët dëshirojnë. Në kontekst të vendeve të gjirit, që GCC i gjeni në Arabin, në përpunimet angleze, Gulf Security Council, marrëdhëniet bilaterale midis vendeve arabe dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pas valvime në përkohë. Për shembull, miq, që nga koha e Nixonit, e para saj Eisenhower, mbreti Faisal, ai tjetri El Saud, datojnë shumë herët, por gjatë gjithë kësaj kohe ka pas valvime, ama gjithmonë bebza e synit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ekonominë e saj, sigurinë e saj dhe sigurinë e Izraelit, krahut të djathtë të saj, e ka lujtën Arabia Saudite. Raportet e Arabisë Saudite me Sheban, sado që kanë passuar ngritje e rënje në përkohë, kanë qenë bebza e syrit për ruajtjen e interesave amerikane, të sigurisë amerikane, duke u pozicionuar fillimisht në Arabinë Saudite dhe për të ruajtur ekzistenca e Izraelit në gjë. Që ky valvim i marrëdhënieve, për shka deshta me e përmenen, për të bën një dallim midis Trumpit dhe administratave të kaluara. Ky Barack Obama i ka pa raportet me qëto vende edhe me Arabinë Saudite si shumë më të rëndësishme dhe ka vepruar si një ta quaj një që i ka hije një presidenti Amerikan. Në vitin 2009, nëse nuk gaboj, e kam shkruar dikon aty, vitet po harrohen, në vitin 2009, apo se di, nejse, e mban mbledhjen e konsilit të vendeve të qësaj GCC-s, Gulf Security Council, Këshilli i Sigurisë së Vendeve të Gjirit me SHBA. Do të thonë, vendet e gjirit i pranon si një trup e përbashkët. Mirë po, kjo teori fillon të zbehet ndërsa Trumpi e ka qitë për tokë, nuk e njeh hiç. Trumpi sot vepron me vendet arabe në përgjithësi, por edhe me të gjirit përsik veç e veç, mbi baza partneriteti midis dy vendeve, sepse malet e ka t'i gëllti, sepse malet ke me i marën 5.1 trilion dollar dhe malet e pa tani kur që një 15 dit është dujbo presion regjimeve të vendeve arabe të gjirit të pasura me nanë paguni, po flitet për një 34 miliard si fillim, ndoshta shkon deri në 300 miliard, paguni kompanit amerikane që të fillojnë riparimin dhe rindërtimin e objekteve që janë ka kall Irani armiki i juv, si pas natyrisht konceptet strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, po të ishin një grup ma vështire ka pas, jo të pamundën, po ma vështire ka pas me javë marën 5.1 trilion dollar. Andaj dhe Saddami
është eliminue, edhe si Irak, edhe si filozofi, edhe si person u varë në litar. Sepse Saddami dëshiron të të mirë të Kuvajtin dhe vendet tjera arabe, të fotë të nën administrimin e Bagdatit dhe të bënd të një fuqi, superfuqi botnore, duke di se po e pasodon rezervë më të madhe në botë të gazit, të naftës dhe duke pa këtë tentativ, natyrisht, bota se ka po shkon Saddam Husseini, i thojnë merë sefte Kuvajtin, he merë Kuvajtin, pastaj ti gjuhën e ti qepojnë dhe bin aty ku në fund mbaroj Saddam Husseini dhe Iraku i ti. Origjina e marrëdhënieve historike midis shebave dhe Arabi Saudite, fillimi formal i këtyre marrëdhënieve daton diku në kohën e presidentit Amerikan, Franklin Roosevelt, dhe mbretit Abdulaziz në vitin 1945, i cili, apo të cilët vendosën themelet e partneritetit strategjik midis dy vendeve. Megjithatë miq, do të them edhe këta, rënjet e këtyre marrëdhënieve midis tyre dy vendeve janë më të hershme. Në vitin 1933, pa tjetër, apet për ju thëmë, dëgjon atë videon që kam thënën prej nga e ka prejardjen, e kam shpjegue familjen El Saud, raportet, lufta kundër muslimanve, kundër perandorisë osmane, shka bojnë anglezët e masane amerikanet e sene që vish i erdhë rasti me përmend. Në vitin 1933 bëhet koncesioni i naftës për kompaninë amerikane Standard Oil, që krijohet Aramco, dhe në vitin 1951 pastaj marrëveshja e ndihmës ushtarake Sheba Arabi Saudite. Që në këtë fazë, miq, marrëdhënia ishte e strukturuar mbi dy shtylla. Siguria e regjimit El Saud, dhe natyrisht, duke e bërë këtë, aksesin Amerikan në burimet energjetike të Arabisë Saudite që sapo ishte krijuar dhe të vendeve të tjera të arabe të gjirit. Që ky Gregory Gauss, që e përmenda që shkru në Brookings atje, thot se ndikimi mbi vendet arabe të naftës në gjirin persik u bë një element kyç i rolit global të shebave, fillimisht në lindjet e mesme e pastaj në çdo cep të botës. Këtë fjalë po e thot Gregory Gauss, që shkruan ku në Brookings, se që kjo marrëdhënie me Arabin Saudite dhe pozicionimin e shebave në gjirin persik, shebave u ka sigurue elementin kyç të rolit global në çdo cep të botës. Raportet midis këtyre dy vendeve dhe këtyre dy poleve kanë edhe një dimension strategjik. E dini, e keni dëgjuar, e përmend edhe këto disa herë, security for oil. Arabi Saudite dhe atyre vendeve i thuhet, nëse doni ju me qenë me jetu, ju doni me pagu. Me jetu si regjime fillimisht, e pastaj si mbretëri dhe emirate të ndryshme, e shtete të ndryshme, se di çfarë shtete janë, edhe ju betohem se nuk i di në saksi sistemet politike të tyne, po vish një e di se familjet udhëhece të këtyre shteteve janë pronarët legjitim të burimeve të atyre shteteve. Ndërsa qytetarët marrin qatë sa ka dhe qatë sa këto familje ju japin atyre. Kulmi i raporteve midis Sheba dhe atyre vendeve arrin në luftën e gjirit të vitit 1990-1991. Ky moment pra përbën pikën më të lartë të bashkëpunimit. Në këtë kohë, Shebaja dislokon mbi 500.000 ushtar trupa në tokën e shenjtë, që po na i ruaj ka Arabia Saudite, po na i ruaj ka dy kibletejni,
edhe veni i vetëm i tauhidit e i tauhidit që bojnë pralla dhe mashtrojnë gjematin ton të ndershëm dhe shumë të dashur, disa të cilët nuk shohin as për te birave të hundve të tyre në politikat ndërkombëtare. Pra SBA dislokon mbi 500.000 ushtar në Arabinë Saudite, krijohet kjo aleanca tani shndrohet në një arkitektur të plot sigurie, ku Arabia Saudite ma nuk mund të lëviz dhe nuk mund të veproj në asnjë mënyrë në disproporcion me interesat amerikane atje. Andaj thash në fillim se Arabia Saudite miq, përveç që është objekt që i ruan interesat afatmesme dhe afatgjata strategjike të SBA-ve, roli i Arabisë Saudite me politikat e saj tërthorazi e shumë herë direkt ka luajtur rolin e ruajtjes së ekzistencës së entitetit izraelit në lindje të mesme. Momenti kur dislokohen 500.000 trupa aty, institucionalizohet prania ushtarake amerikane në gjirin persik dhe varësia strukturore e monarkive të gjirit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm duke i ruajtur ato regjimente, ato monarki, Shtetet e Bashkuara të Amerikës arrin që ti mbajnë në kontroll dhe ta marrin hakun e tyne nga nafta e popujve të Arabisë aty. Për ndryshe, e përmenda një dit, njështë ava keni zantë madhe. Po mës t'i shkon qështu kur pat njës pranvera arabe. As si kish hin fitili edhe aty në vendeva, për 24 sat, kejt, se kështë të thënë shpulla, krejt për 24 sat kishin shkua. Por me që janë kështu, dhe e kryejnë detyren e cila i është vënë mbi tavolin, ato regjimente, ato monarki do të vazhdojnë jetën e tyre. Thash, jam i sinqert, ka pas herë, por ata mbretëre, ata njerëz të cilët kanë lëviz dhe i kanë pengue interesat amerikane, ata i kanë vra pastaj nipat e tyne, sikur mbretin e Arabisë Saudite Faisalin. Si pas analizave të Middle East Institute, vendet e gjirit janë integruar në një sistem amerikan të padiskutueshëm që përfshin edhe sigurin, edhe tregtin, edhe financat, edhe teknologjin. Deri në përmasa sa atje, e që edhe unë kam jetu një pjesë të jetës teme në atë pjesë botës, për 10 vjetë, heq pa pak se për 10 vjetë, e shoh se për shkak se ka shumë, o vlla, Katari, sa Kosova është, fuqia e dytë në botë me gaz, 20% e rezervave të gazit pej qati Katarit. Ky Trumpi, po ju thet juve ju ka dhanë zoti po, ju neve do një më në dhanën. Tash, a ju shkatra Irani? Shame ju bone? Ju gjujte, smujta me imbrojt as bazat e mija, tash paguni. Po dhe po, natyrisht se do të me pagu dhe do të me i regulua në këto sene shana i ka bombardua. Ama, kompanit amerikane mës t'i shë turqit aty, mës t'i shë egyptian, po ga bane pithir një rost, po ga bane pithir një kines, se ata mizi që presin turqit edhe kines, regullimin e infrastrukturës, jo. Une me kompanit e mija javë qëj aty me maqina me krejt, edhe une javë regulloj vendet e juve. Dimensioni energetik dhe ekonomik në raporti midis këtyre dy poleve, meq është, po mendoj, nafta si bazë e rendit global që nëse shtetet e atyre vendeve, Arabia Saudite, lëviz nga boshti i qëtyre e raporteve, gjeja e parë që do të dëmtohet është petrodollari. Do të zhvlerësohet dollari dhe kjo
do të ishte goditja më e madhe, më shumë se ushtarake e Rusisë apo e Kinës mbi Washingtonin apo kudo qoftë në tokat amerikane. Arabia Saudite pra dhe vendet arabe aty janë ato të cilat e mbajnë gjallë frymën e të qenurit Amerikë dhe Amerikan nëpërmes mbajtjes gjallë të petrodollarit. Nafta e Arabisë Saudite është ajo që e mban nivelin e dollarit. Megjithëse që viteve të fundit ka avancime në teknologji, në hapje ka Kina, atje ka Tajvani, ka zhvillime të reja, pastaj SBA e Trumpi e ka përmend shpesh se do të bëmi lider, ja ka nisën me prodhu naftë nga fosile e nga qymyri, sikurse Kanadaja përpara, megjithëse që SBA sot është prodhuesi numër 1 i naftës në botë, 20 milion barela në ditë i prodhon Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shet dhe përja shet tash Evropës, po thët atje sum një mut, tash s'keni qare për e bli naftën teme, se ja vlëshoj Arion, Arushën e bardh edhe ju bën kahre në teritorin tuaj. Megjithëse që ka ndryshime, kjo SBA është fokusue në kinën e mineralet e ralla, nafta ende mbetet, nafta Arabia Saudite, familja El Saud, mbetet ende një indikator dhe ka rol permanent në mbajtjen e nivelit të duhur të dollarit në botë. Paradoksi këto që bën me përmend është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten fuqia kryesore ushtarake, ndërsa vendet e gjirit nuk duan të kenë varësi ekskluzive dhe po lëvizin drejt Kinës dhe vendeve të tjera. Megjithëse që shkoj koha, vish me janis mi boka 2 orë, po elhamdulillah e vazhdojmë do njëherë tjetër, një pyetje si fund këto dua ta përmend. A mund të hyj Kina ndërmjet SBA-ve dhe Amerikës? A mund të qetë prej lojës Kina SBA-n në lindjen e mesme e kam fjalën? Për politika globale e kemi ditë. Po, mundet, por jo në mënyrën klasike që dikush mund të imagjinoj. Çfarë mund të bëj Kina në raport me raportet SBA vendet të gjirit Arabi Saudite? Ja, mund të luaj rolin e një ndërmjetësi diplomatik. Kina vish ka treguar tash një precedent, për shembull, marrëdhëniet Iran-Arabi Saudite të vitit 2023 janë arrit fal ndikimit të Kinës, mund me qenë një konsumator më i madh i naftës në gji, investitor strategjik në infrastrukturë, e kjo jep fuqi ekonomisë më shumë se që i ka dhënë deri tani SBA-ja, mund të jetë një model i ri i sigurisë pa ndërhyrje, ndryshe nga SBA-ja. Domethënë Kina nuk kërkon baza ushtarake të mëdha, por nuk ndërhyn në politikat e brendshme, mirë po dëshiron që të jetë prezente me krah të tjerë dhe kjo e bën shumë tërhece për monarkit e vendeve të gjirit. Kina nuk mundet ende të zëvendësoj SBA-n në 1. Mbrojtje ushtarake, 2. Deterencë kundër Iranit, 3. Arkitekturë të plot, siguria dhe 4. Kina mund të hyj si fuqi plotësuese, por jo si zëvendësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një nga videot e ardhshme do t'i shpjegoj ato që kanë mbetë këto, por me një terminologji dhe gjana të cilat vërtet kanë me ju çuditur. Deri atëherë, natën e mirë.